Kaloi vitet e gjata burgimi dhe përndjekje nga regjimi komunist, teksa kardinali Ernest Simoni Trashani u rikthye në ish-burgun politik të Spaqit, këtë herë për të kremtuar Meshën e Shenjtë përpara të përndjekurve dhe besimtarëve. Kardinali Trashani u thoqi Meshën e Shenjtë në ambientet e ish-burgut të Spaqit, vend ku dikur vuajti dënimi gjatë diktaturës komuniste. Gjatë meshës ai ndau reflektime mbi vuajtjet e kaluarës dhe sfidat e botës sotme. Natën e Krishtinëve 6 Tërshit, mos e thash Meshën, tan popullin në Mesh, 4 vet vun hegurat që më shtelma në me popull i dënuar për më varën ditara. Arsyeja që kishte thënë që po thënë sot popull, jena gjithë bitë e Zotit. Krishti është babi i gjithë tërzimit, i gjitha njerëzve, gjitha feneve që janë, ka dërgjakun për gjithë njerëzit, jo vetëm për katolikët e kësant, për marë botën. Jeni bitë e të madhë Zot, me dasht janë tjetërin, me dasht atë dhejun, me mpër të vërtetën, me përhapët vërtetën, e me njash pesat e jetës. Arsyeja e dytë, për në revistën në fanisht John Kennedy, për Moskët, e thanë popët, ka thanë Mesh për kriminelin e fjallë pa urtat të kosa tërshme. E treta akuza, ishte fjallë se, ka dhe më Zoti 70 vjetë i ka musht në shtarisë. Në 26 jam shukuru me patë shtjeftin e Konstantin Narsi e njëtnim, për egzorcizma, një fjallë që se keni një kur në është ta, latin, se gjithka shkemi shajt, e bota e kulturës katolike anë latin, nga e kur latin në gjuhën klasike. Thirrja ime është për shtetin shqiptar, për qeverinë shqiptare. Ky sit këtu nuk duhet humbet, nuk duhet shkatrohet, sepse po shkatru brezat e ri që nuk e kanë jetu të thonë, s'ka në asnjë gjë. E kjo do të ishte fatkeqësia më e madhe sepse ajo që harrohet përsëritet. Në ceremoni morën pjesë drejtues e Kishës Katolike, përfaqësues të autoriteteve vendore, deputetësi dhe përfaqësues të misionet diplomatike në vend, nga një vend vuajtjesh dhe persekutimi, Spaqi u kthye në një vend lutje dhe kujtese, ku besimi, historia dhe dëshmitë të mbijetuarve u bën një mesazh për të mos harruar kurrë të shkuarën.